Në Manastir u zhvillua edicioni i dytë i festivalit ndërkombëtar Letërsia Vertikale, organizuar nga profesoresha dhe poetja Daniela Trajkovska. Festivali mblodhi poete përkthyes nga vende të ndryshme, mes tyre dhe poeti dhe përkthyesi korçar Arjan Kallço, duke promovuar poezinë dhe dialogun kulturor. Në këtë festival Kallço prezantoi dy poezi nga versioni i librit Tinguj pranveror. Një letërsi vertikale, nuk do ndeshemi thjesht vetëm me sipërfaqen, por do të depërtojmë thellën në kuptimin e çdo fjale të përdorur në poezi. Do depërtojmë thellë në filozofinë e poezisë. Ishte një analizë thelbësore e krijimtarisë. Diskutimi kryesor në këtë festival u mbajt rivendikimit të inteligjencës artificiale. Krahas vlerave të krijimtarisë poetike, një nga sfidat e letërsisë së sotme është dhe përdorimi i ChatGPT-s në poezi dhe prozë. Inteligjenca artificiale mund të krijojë tekste, por lind pyetja nëse ato mund të mbajnë të njëjtën ndjeshmëri, përvojë dhe zë personal që sjell krijimtaria njerëzore. Mjafton që argumentin që ke trajtuar në poezi ta futësh në ChatGPT dhe del më njëherë nëse ti ke bërë një plagjaturë ose e ke marrë të gatshme. Kështu që një nga debatet që u zhvilluan 2 ditë debate ishte pikërisht kjo, përdorimi i ChatGPT-s në krijimtari. A është e mundur apo duhet të mbështetemi gjithmonë në emocionet, në ndjenjat tona për të krijuar? Sfida për shkrimtarët sot është të përdorin teknologjinë si mjet pa humbur origjinalitetin dhe shpirtin njerëzor të letërsisë.